Kush e lejoi këtë djalë shqiptar të hyjë në klasën time? Zëri profesorit Ardian Iliri jehoi në sallën e leksionit. 23 vite me titull të përhershëm, pagë e lartë, publikime ndërkombëtare, i paprekshëm. Ai rregulloi xhaketën dhe hodhi syt ngadalë nëpër sallë. Ti, në rreshtin e fundit, ai me theks, ngrihu. Lirion Kodra u ngrit në këmbë. 19 vjeç, i qetë, i heshtur. Profesori buzëqeshi me përbuzje. Teoria e avancuar e numrave nuk është bamirësi, tha me ton të ftohtë. As program shkëmbimi kulturor, është matematik. Disa student qeshën lehtë. Më thuaj, vazhdoi ai, a të përgatiti shkolla e lagjes tënde për këtë nivel, apo dikush u tregua bujar kur të dha bursën? Ajri në sallë u rëndua. Profesori mori shkumsin dhe u kthye nga tabela. Do të shkruaj një ekuacion që doktorante profesore kanë lënë pas zgjidhje, dhe sot ti do të na tregosh standardet shqiptare. Shkumsi gërvishti tabelën. Simbolet u përhapën, të ndërlikuara dhe të pamëshirshme. Një ekuacion i pamundur. Lirioni e vështroi me qetësi. Ajo që profesori Ardian Iliri nuk e dinte, ajo që askush në atë sallë nuk e kuptonte, ishte se Lirioni e kishte parë atë ekuacion më parë, në një fletore të vjetër, të shkruar me laps, me datën 1998, dhe ajo që do të ndodhte më pas, nuk do të ishte thjesht një turpërim për një profesor, do të rihapte një sekret 25 vjeçar, një vjedhje, një jetë të shkatruar, një emër të fshirë. Por para se t'ju tregoj çfarë ndodhi në atë klasë, dua t'ju pyes diçka. Nga po na ndiqni sot? Nga Shqipëria, Kosova, Italia, Gjermania, Amerika? Shkruani qytetin tuaj në komente, i lexoj të gjitha, dhe nëse besoni se askush nuk duhet të gjykohet për theksin, prejardhjen, apo lagjen nga vjen, abonohuni në kanal, sepse këtu ne tregojmë histori që rikthejnë atë që është marrë padrejtësisht. Tani, le t'ju kthej pas, në Elbasan, në një apartament të vogël me një balkon të ngushtë, te një baba që i pëshpëriste djalit të tij. Numrat nuk gënjejnë, sepse profesori Ardian Iliri nuk kishte asnjë ide se kush ishte në të vërtet Lirion Kodra, dhe nuk e dinte se djalin e kujt sapo kishte tentuar të poshtëronte. Le ta fillojmë nga fillimi. Lirioni Kodra u rrit në një rrugicë të ngushtë pranë zonës së vjetër industriale të Elbasanit, aty ku pallatet prej betoni kishin marrë një ngjyrë gri të lodhur nga vitet dhe telat e rrobave shtriheshin nga një balkon në tjetrin si shenjat e heshtura të përditshmërisë. Ishte 19 vjeç, i gjatë dhe i përmbajtur, me një qëndrim që tregonte se gjithmonë përpiqej të mos binte shumë në sy. Banesa e tyre ndodhej në katin e 4 të një pallati të ndërtuar në fund të viteve 80. Shkallët mbanin erën e lagështisë dhe të gatimeve që ngjiteshin nga katet më poshtë. Balkoni i vogël shikonte drejt pallateve përballë, dritareve të hapura, antenave satelitore të vendosura në kënde të ndryshme. Brenda shtëpisë gjithçka ishte thjesht por e rregullt. Divani ishte ripunuar 2 herë. Tavolina prej druri kishte gërvishtje të lehta nga vitët. Të dielave, nëna e tij Mirela zgjohej herët për të përgatitur byrek me spinaq dhe djath. Aroma e brumit të pjekur mbushte shtëpinë ndërsa kambanat e kishës në qendër të qytetit dëgjoheshin lehtë në sfond. Ajo hapte petet me kujdes, i lyente me vaj dhe punonte në heshtje, ndërsa radioja transmetonte lajme apo muzikë të vjetër shqiptare. Poshtë pallatit, fqinjet mblidheshin pranë hyrjes, diskutonin për të afërmit në Itali apo Gjermani, për çmimet në treg dhe ulnin zërin kur përmendeshin disa emra të caktuar. Një prej atyre emrave ishte Besnik Kodra. Babai i Lirionit dikur përmendej me krenari. Burrat më të moshuar në lagje kujtonin kohën kur ai fitoi bursë për të studiuar jashtë vendit në fund të viteve 90. Thoshin se zgjidhte ekuacione më shpejt se sa mësuesit arrinin t'i shkruanin në tabelë. Për një periudhë, shtëpia e tyre ishte vend gëzimi, me tabaka baklavaje që hynin e dilnin dhe duar që shtrëngoheshin me respekt. Pastaj, ai u kthye. U kthye më i dobët, më i heshtur dhe pa dëshirë për të shpjeguar se çfarë kishte ndodhur. Filloi punë të përkohshme në një gjimnaz lokal, por shmangte mbledhjet dhe bisedat e gjata me kolegët. Kur fqinjet e pyesnin për kërkimin e tij shkencor, përgjigjej shkurt dhe ndërronte temë. Mirela nuk e kundërshtonte kurrë, por rrethemrit të tij u krijua një heshtje e rëndë. Me kalimin e kohës, ajo heshtje u bë pjesë e përhershme e shtëpisë. Kur Lirioni ishte 6 vjeç, mungesa e babait u bë një realitet i përditshëm. Lirioni mësoi herët se disa pyetje nuk duhej të bëheshin.
Ai vërente shtrëngimin e lehtë të nofullës së nënës kur përmende jeta universitare jashtë vendit. Vinte re si ajo paloste gazetën me kujdes kur shfaqeshin artikuj për suksesin akademik të tjerëve. Asgjë dramatike nuk thuhej me zë të lartë, por mungesa ndihej në çdo dhomë. Në shkollë, Lirioni tregoi shenjat e hershme të një aftësie të veçantë. Numrat për të kishin një logjik të brendshme që e kuptonte natyrisht. Shpesh shifte zgjidhjen përpara se mësuesi të përfundonte shpjegimin. Një herë në klasën e 8, zgjidhi një problem konkursi kombëtar me një metodë të shkurtër që la mësuesin të habitur. Javën tjetër, mësuesi e këshilloi me qetësi të mos nxitonte përtej programit. "Mbaje ritmin", i tha. Lirioni e kuptoi mesazhin. Të dalloheshe shumë sillte vëmendje, dhe vëmendja sillte pritshmëri që jo gjithmonë ishin të lehta për t'u përballur. Kur ishte 13 vjeç, Mirela i kërkoi të pastronte hapësirën e vogël të magazinimit mbi tavan. Ai hapi kapakun që kërciti lehtë. Brenda kishte valixhe të vjetra, fletore shkollore dhe një kuti të mbështjellur me plastik. Kur e hapi, gjeti disa fletore të mbushura me shkrim të dendur, ekuacione që mbulonin faqet dhe shënime nëpër margjina. Në cepet e faqeve ishte shkruar datat 1998, 1999. U ul në dyshemene të druri dhe filloi t'i shfletonte. Shumë prej atyre formulave ishin të vështira për të kuptuar në ata moshë, por struktura e tyre e tërhiqte. Në një faqe, me shkrim të fortë ishte shkruar fjalia që e mbante mend nga fëmijëria. Numrat nuk gënjejnë. Ai e ndjeu sikur dëgjonte zërin e babait. Atë pasdite, mes pluhurit dhe heshtjes, kuptoi se ato fletore ishin më shumë se punë akademike. Ishin dëshmi të një mendimi që kishte besuar tek e vërteta e pastër e numrave. Gjatë viteve që pasuan, ai u kthye shpesh te ato faqe, duke mësuar vetë, duke plotësuar zgjidhje të pafërfunduara dhe duke kuptuar metoda që askush tjetër nuk ja kishte mësuar. Megjithatë, zgjodhi të mbetet i kujdesshëm. Në gjimnaz merrte nota të mira, por jo të jashtëzakonshme. Përgjigjej kur thirrej, por nuk kërkonte vëmendje shtesë. Vështronte njerëzit dhe kuptonte se në një qytet të vogël, suksesi ishte njëkohësisht krenari e barë. Letra e bursës erdhi në një pasdite të ngrohtë vere. Mirela po priste domate në kuzhinë kur postieri trokiti. Zërfi madh me vulën e një universiteti prestigjioz në Shtetet e Bashkuara. Lirioni e hapi në travolin ku babai dikur kishte shkruar për orë të gjata. E lexoi 2 herë për të siguruar se asnjë gabim nuk kishte. Bursë plot për programin e matematikës. Mirela u sul ngadalë në karrige, duke bashkuar duart. Në fytyrën e saj u shfaq krenaria, por edhe një ndjenjë brisht shqetësimi. Asnjëri nuk përmendi të kaluarën. Dera e balkonit ishte e hapur dhe zërat e fqinjve dëgjoheshin lehtë në sfond. Në atë apartament të vogël në Elbasan, Lirioni e kuptoi se largimi nuk ishte vetëm një mundësi e re, ishte një udhëtim që do të detyronte të përballej me një histori që nuk ishte treguar plotësisht. Qyteti nuk i ngjante as pak Elbasanit. Kur autobusi nga aeroporti hyri në zonën universitare, Lirioni mbështeti lehtë ballin pas xhamit dhe vështroi ndërtesat me tullat kuqe që kalonin njëra pas tjetrës me një rregullsi të kujdesshme. Trotuaret ishin të gjera dhe të pastra, të rreshtuara me pemë të larta që kishin filluar të merrnin ngjyrë portokalli nga vjeshta e hershme. Flamuj me stemën e universitetit vareshin në shtyllat prej hekuri. Gjithçka dukej e menduar, e kuruar, e shtrenjtë. Edhe heshtja kishte një lloj sigurie brenda saj. Në Elbasan, rrugët ngushtoheshin mes ndërtesave të papërfunduara. Dyqanet e vogla mbushnin katet përdheze dhe balkonet afroheshin me njëri tjetrin, sikur ndanin të njëjtat sekrete. Këtu hapësira ishte e bollshme. Lëndinat ishin të prera me përpikmëri dhe studentët ecnin mbi to me një qetësi që tregonte se ishin mësuar me këtë ambient. Dhoma e konviktit ishte më e madhe se ajo që kishte në shtëpi. Muret ishin të bardha, mobiljet të reja dhe të thjeshta. 2 shokët e dhomës bërritën pasdite me valixhe të markave të njohura. Njëri përmendi zyrën ligjore të artit në Boston, ndërsa sistemoi rrobat. Tjetri u ankua me humor se i duhej të linte shtëpinë e pushimit pranë liçenit për të jetuar në kampus. Flisnin lirshëm, me një siguri që vinte nga familjet e tyre. Kur e pyetën Lirionin nga vinte, ai u përgjigj shkurt: "Nga Shqipëria." U krijua një heshtje e lehtë. "Bukuri," tha njëri, "është diku në Evropën lindore apo jo?" "A është vend i sigurt?" pyeti tjetri, me një kurreshtje që nuk ishte keqdashse, por tregonte mungesë njohjeje. Lirioni shpjegoi shkurt, me fjali të matura. Ishte i vetëdijshëm për theksin e tij, për mënyrën si disa fjali dilnin më të forta.
Në Elbasan, zëri i tij ishte pjesë e përditshmërisë. Këtu, duke i ndryse. Mbrëmjen e parë, doli të ecte vetëm nëpër kampus. Studentë të grumbulluar në lëndina qeshnin me zë të lartë, mbanin gota kafeje me logon e universitetit. Ajri mbante aromën e kafes së pjekur dhe ëmbëlsirave nga një furrë pranë. Përmes dritareve të një kafeneje universitare, pa studentë që diskutonin për praktika verore dhe udhëtime jashtë vendit. I erdhi në mend kafeneja pranë Parkut Rinia në Elbasan, ku burrat luanin domino dhe diskutonin për ndeshjet e fundjavës. Distanca mes atyre dy botëve i dukej më e madhe se oqeari që kishte kaluar. Në mens, zgjedhjet ishin të shumta dhe të sistemuara me kujdes. Sallata me përbërës të panjohur, mishra të pjekur, supa me emra të vendeve të ndryshme. Ai mori tabakan dhe ul pranë një dritareje, larg grupeve të tjera. Rreth tij bisedat rridhnin shpejt, me përmendje shkollash private, pushimesh dimërore dhe lidhjesh familjare që hapnin dyer. Hente ngadalë dhe dëgjonte më shumë se sa fliste. Në mbrëmje telefonoi nënën. Ajo ju përgjigj nga kuzhina, me tingullin e pjatave në sfond. Po paloste rrobat ndërsa flisnin. Ai i tregoi dritat e kampusit përmes kamerës së telefonit. Ajo buzëqeshi me krenari, por në sytë e saj kishte kujdes. "Është shumë bukur këtu," i tha ai. "Gjithçka është e organizuar." "Puno hërt," ju përgjigj ajo qetë, "dhe mos u duk shumë." Ditët kaluan dhe leksionet nisën. Ndërtesa e matematikës ishte më i qetë se ndërtesat e tjera, me korridore që mbanin erë letre dhe shkumesi. Në ditën e parë të teorisë së avancuar të numrave, Lirioni hyri herët dhe zgjodhi një vend në rreshtin e fundit. Studentët e tjerë mbushën sallën me një lloj vetbesimi të trashëguar. Profesori Adrian Iliri hyri saktësisht në orën 9. I veshur me kostum të errët, me një qëndrim të sigurt, foli me anglisht të pastër, pa asnjë senj theksi. Prezantimi i tij ishte i qartë dhe i ftohtë, duke theksuar pritshmëritë dhe standardet e kursit. Kur pyeti nëse kishte student nga jashtë vendit, Lirioni ngriti dorën me hezitim. "Nga cili vend?" pyeti profesori. "Nga Shqipëria," u përgjigj ai. Në fytyrën e Ilirit kaloi një ndryshim i lehtë, i vështirë të përlekzuar. "Mirë," tha ai, "këtu ruajmë standardet e larta." Mësimi vazhdoi. Disa ditë më vonë, gjatë një pushimi, Lirioni doli jashtë ndërtesës për të telefonuar nënën. Fliste shqip me zë të ulët, duke pyetur për fqinjet dhe për gjendjen e shtëpisë. Nuk e vuri re se profesori kishte dalë pas teji. Iliri u ndal për një moment, mjaftueshëm sa për të kuptuar gjuhën. Sytë e tyre u takuan për një çast. Profesori bëri një pohim të lehtë me kokë dhe u largua pa thënë asgjë. Në leksionin pasues, ndërsa fliste për pritshmëritë akademike, Iliri ndalej dhe vështroi sallën. Ky program nuk i përshtat standardet sipas prejardhjes ato gjeografisë. Matematika është universale, ose je i përgatitur, ose nuk je. Vështrimi i tij rrëshqiti drejt rreshtit të fundit, përpara se të kthehej sërish nga tabela. Lirioni qëndroi i qetë, me duart mbi refleture. E kuptui mesazhin, nuk ishte i drejt për drejt, por ishte i qartë. Në një vend ku siguria dukej e lindur, ai zgjodhi të ruante përmbajtjen. Profesori Adrian Iliri e kishte ndërtuar emrin e tij me kujdes gjatë dekadave. Në derën e zyrës së tij ishte vendosur një pllak bronzi ilustruar me titullin e plot akademik. Brenda, në mure vareshin kopertina revista shkencore të kornizuara, artikuj që kishin forcuar reputacionin e tij në rrethet akademike. Studentët flistin për të me respekt dhe kujdes. Një rekomandim prej tij hapte dyer, një vlerësim negativ i tij i mbyllte ato pa zhurmë. Ai gëviste në ndërtesën e matematikës me hapa të matur, rrallë ndalej për biseda të rastësishme në korridor. Kur pedagogët e rinj mblidheshin për kafe në sallën e vogël pranë shkallëve, Iliri fliste shkurt, me fjali të qarta dhe pa teprime. Ishte i njohur për disiplinën e tij dhe për faktin që kërkonte të njëjtën gjë nga të tjerët. Prania e tij ndikonte atmosferën edhe kur ai qëndronte në heshtje. Në klas, hierarkia ishte e dukshme. Studentët që përgjigjeshin me siguri merrnin një pohim të lehtë me kokë. Ata që hezitonin përballeshin me një heshtje që i bënte të ndiheshin të vegjël. Pyetjet lejoheshin, por vetëm nëse ishin të formuluara me kujdes. Lirioni vuri re se disa student ishin mësuar me këtë ritëm, flisnin pa frikë, si njerëz që kishin jetuar gjithmonë pranë autoritetit. Iliri nuk ngrinte zërin ndaj Lirionit, nuk e tallte hapur.
Vërejtjet e tij ishin të qeta, por të mprehta. Saktësia është thelbësore, thoshte pasi Lirioni përfundonte një zgjidhje. Qartësia pritet në këtë nivel. Fjalët nuk ishin të padrejta, por mënyra e thënies krijonte një dallim të padukshëm. Kur studentët tjerë bënin gabime të vogla, korrigjimet kalonin shpejt. Me Lirionin, ai ndalej pak më gjatë, mjaftueshëm sa për ta bërë dallimin të ndihej. Një pasdite, ndërsa kontrollonte detyrat, Iliri u ndal pranë bankës së Lirionit. Shfletoi fletët me kujdes. E qasni ndryshe këtë problem, tha. Metodat jo konvencionale mund të jenë të rrezikshme nëse nuk kanë bazë të fortë. Lirioni pohoi me kokë. E dinte se ajo metodë vinte nga shënimet e babait, por nuk e shpjegoi. E kaluara i kthehej në mendje në copzat e qeta. I kujtoheshin mbrëmjet në Elbasan, kur babai i ulej në tryezën e kuzhinës në dritën e verdh dhe shkruante në fletore. Kishte pasur një periudhë, perisa heshtja të mbulonte gjithçka, kur besniku fliste për idetë e tij me një lloj entuziazmi të përmbajtur. Ai përmendte një problem që kishte mbetur i pasgjidhur për vite me radhë. Besonte se kishte gjetur një qasje të re, të pastër dhe të saktë. Në fund të viteve 90, Besnik Kodra ishte doktorant në Shtetet e Bashkuara. Fotografit në kutinë e vjetër e tregonin të ri para një ndërtese me tulla të kuqe, me gjethe vjeshte në tokë. Në pjesën e pasme të një fotografie ishte shkruar emri i udhëheqësit të tij shkencor, profesor Ardian Iliri. Në atë kohë, Iliri po forconte pozicionin e tij në departament. Ai mbikëqyrte kërkime doktorale dhe kishte ndikim të konsiderueshëm. Besniku i besoi atij, ndau draftet dhe zhvillimet teorike pa hezitim. Në disa letra të ruajtura në kuti, përmendeshin takime të gjata në zyrën e profesorit, filxhana kafeje të zeza dhe diskutime para tabelës me shkums. Zbulimi erdhi gjatë vitit të dytë të doktoraturës. Besniku preropti një zgjidhje për një ekuacion të modifikuar Diofantik, që ishte sfiduar studiues për vite. Fletoret e tij tregojnë hapat e detajuar, korrigjimet dhe përfundimin e provës. Në një kënd kishte shkruar se numrat do ta vërtetonin atë që mendja kishte kuptuar. Disa muaj më vonë, një artikull u botua në një revistë prestigjioze. Metodologjia përputhej me strukturën e punës së Besnikut. Autori i vetëm ishte Ardian Iliri. Besniku paraqiti një ankesë zyrtare, duke bashkanditur draftet dhe datat përkatëse. Përgjigja ishte formale dhe ftohtë. Komisioni vendosi se ngjashmëritë ishin rastësishme dhe kërkimi i Ilirit ishte i pavarur. Pa mbështetje dhe larg vendit të tij, pozita e Besnikut u dobësua. Brenda disa veshve, ai u akuzua për shkelje profesionale dhe u përjashtua nga programi. Ai kthyet në Elbasan me një dosje dokumentesh dhe me një heshtje që u thellua me vitet. Në të tashmen, Iliri qëndronte para klasës, duke shpjeguar pritshmëritë për një detyrë të re. Toni ishte i njëjtë, i përmbajtur. Vështrimi i kaloi për një moment drejt rreshtit të fundit. Lirioni e ndjeu para se të ngrinte zyt. Për disa sekonda, sytë e tyre u takuan. Shprehja e Ilirit nuk tregonte hapur njohje, por kishte një vëmendje të shtuar, sikur po vlerësonte diçka me kujdes. Zhurma e stilomacave mbi fletore vazhdoi. Lirioni uli zyt sërish, i vetëdijshëm se ajo që lidhte të kaluarën e babait me të tashmen e tij nuk kishte zhdukur. Aty kishte qenë, duke pritur momentin e duhur. Nga mesi i nëntorit, ajri ishte bërë më i ftohtë dhe pemët në kampus kishin mbetur pothuese pa gjethe. Studentët hynin në ndërtesën e matematikës me palltot e lagura nga një shi i holl i mëngjesit. Salla e leksionit dukej më e ftohtë se zakonisht, me dritat e zbehta që pasqyroheshin mbi bankat e gjata. Lirioni ul në vendin e tij me rreshtin e fundit, si çdo herë, duke vendosur fletoren përpara dhe stilolapsin paralel me faqen. Profesori Ardian Iliri hyri me një grumbull letrash nën krah dhe me një qetësi të qëllimshme në fytyrë. Nuk filloi me një herë. I vendosi letrat mbi tavolinë, hoqi syzet dhe vështroi sallën për disa sekonda në heshtje. Atmosfera ndryshoi pa pasur nevojë për fjalë. Sot, tha ai me ton të barabartë, do të provojmë diçka ndryshe. Disa studentë u drejtuan në karrige, të tjerë shkëmbyen shikime të shpejta. Ekziston një problem, vazhdoi Iliri, që ka sfiduar matematicien me përvojë. Kërkon qartësi, disiplinë dhe kuptim të vërtetë. E kam përdorur vetëm disa herë. Ai u kthye nga tabela dhe mori shkumsin. Studenti që e zgjidh bindshëm fiton respektin tim të plot akademik. U ndal për një çast. Dhe studenti që e provon pa përgatitje rrezikon turpërimin. Fjala qëndroi pezull në ajër. Iliri filloi të shkruaj.
Shkumsi lëvizte me qëndrueshmëri, ndërsa simbolet shtriheshin në tabelë në një strukturë të dendur me variabla dhe fuqi. Ekuacioni u formua ngadalë, kompleks dhe indelikuar. Nuk kishte dramë në mënyrën si e shkroi, vetëm siguri. Lirioni e ndjeu ndryshimin në gjok sapo struktura filloi të merrte formë. Kur Iliri përfundoi termat e fundit, ai ishte i sigurt. E kishte parë më parë. Jo në një libër, jo në internet. Në një fletore me datën 1999, të shkruar me dorën e babait të tij. E njëjta ndërtim, e njëjta transformimi fshehur brenda strukturës. Iliri u largua pak nga tabela dhe vështroi klasën. Kush dëshiron ta provoj? Pyeti. Askush nuk lëvizi. Heshtja ishte e kontrolluar. Studentët ulën syt, të vetëdijshëm për rrezikun e dështimit. Vështrimi i Ilirit kaloi ngadalë nëpër sallë dhe u ndal në rreshtin e fundit. Zoti Kodra, tha ai. Ndoshta dëshironi ta demonstroni. Toni ishte i qetë, por ftesa kishte qëllim. Lirioni u ngrit dhe eci drejt tabelës. Ndjeu syt mbi vete, jo armiqësor, por të përqendruar. Shkumsi ishte i thatë në dorë. Për një çast mendoi të kthehej në vendin e tij, të ruante heshtjen që e kishte mbrojtur deri atëherë, por u kthye nga tabela. Nuk u ngut. Shkroi zvendësimin e parë me kujdes, ashtu siç e kishte praktikuar vite më parë në Papafingo. Struktura u hap natyrisht. Dora e tij lëvizte me siguri, çdo hap i lidhur me tjetrin. Në mendje dëgjoi zërin e babait që shpjegonte pse transformimi e thjeshtonte atë që dukej i pamundur. Salla mbeti e heshtur, përveç zhurmës së lehtë të Shkumsit mbi tabelë. Lirioni nuk u kthue nga klasa, vazhdonte të punonte, duke aplikuar metodën jo konvencionale që babai e kishte shënuar dikur si të saktë dhe përfundimtare. Variablat u vendosën në vendin e tyre, kompleksiteti u reduktua. 94 sekonda pasi filloi, ai vendosi Shkumsin poshtë. Zgjidhja qëndronte e plot në tabelë. U largua pak më nan. Për një moment, askush nuk foli. Iliri u afrua ngadalë. Syti lëviznin nga një rresht në një tjetër. Nuk e ndërpreu. Ajri u rëndou, sikur salla po priste diçka. Një student në rreshtin e dytë u përkul përpara, pastaj u drejtua sërish. Të tjerë shikonin herë tabelën, herë profesorin. Iliri arriti në fund të provës dhe u ndal. Nofulla i shtrëngua lehtë. Kjo metodë, tha me zë të ulët, nuk është standarde. Lirioni e pa drejt në sy. Ma mësoi babai, u përgjigj. Fjalët ishin të thjeshta. Diçka ndryshoi në fytyrën e Ilirit. Nuk ishte vetëm habi, ishte njohuri. Një kujtim që doli pa pritur në sipërfaqe. Si quhej babai jot? Pyeti, me zë më të ulët. Besnik Kodra. Heshtja u thellua. Dora e Ilirit, ende me Shkumsin, u ul ngadalë në anë. Studentët ndjen një ndryshim që nuk e kuptonin. 2 ditë pas leksionit, emaili mbërriti pak para perëndimit të diellit. Lirioni ishte në bibliotekë, ulur në një tavolinë të gjatë prej druri nën dritat e varura që shpërndanin një ndriçim të zbehtë. Jashtë dritareve të larta, qielli i nëntorit ishte kthyer në një gri të ftohtë. Por i shikonte ushtrimet kur telefoni i dridhi lehtë mbi tavolinë. Subjekti i mesazhit shkruante: Rishikim për integritet akademik. Kërkohet vëmendje e menjëhershme. E hapi ngadalë. Mesazhi ishte i shkurtër dhe formal. Profesori Ardian Iliri kishte paraqitur një shqetësim lidhur me autenticitetin e zgjidhjes së tij në problemin sfidues. Një seancë dëgjimore do të përcaktonte nëse kishte pasur shkelje akademike. Data ishte e shënuar qartë, një ditë pas festës së falënderimeve. Kampusi do të ishte pothuajse bosh. Ai e lexoi emailin edhe 2 herë për të siguruar se nuk kishte keq kuptuar gjuhën. Toni ishte procedural, i ftohtë. Nuk e akuzonte drejt për drejt për kopim, por nënkuptimi ishte i qartë. Zgjidhja e tij konsiderohej e papajtueshme me nivelin e pritshëm të një studenti universitar. Biblioteka ju duk më e ngushtë. Mblodhi fletoren pa parë për rreth. Kur doli jashtë, ajri i ftohtë i goditi fytyrën. Studentët kalonin në grupe të vogla, duke biseduar me zë të ulët. Askush nuk e shikonte drejt për drejt, por ai ndjeu ndryshimin që kishte nisur. Të nesërmen, fjala kishte filluar të qarkullonte. Nuk kishte zhurmë apo përballje të hapura. Thjesht bisedat ndaleshin për një çast kur ai afrohej. Në grupin e studimit, mesazhet vazhdonin pa përmendur emrin e tij. Kur shkoi në sallën e matematikës për të ulur në tavolinën e zakonshme,
Të tjerët ishin zhvendosur në një tjetër. Njeri prej tyre I dha një buzëqeshje të ngurtë. Menduam se ishe I zënë, tha ai. Më vonë, pas mësimit, një student që e kishte përshëndetur disa herë më parë, Ju afrua pranderës. Problemi asaj dite, a mos e kishe parë diku online? Pyeti me zë të ulët. Ka forume me zgjidhje të arkivuara. Pyetja ishte formuluar si kureshti, jo si akuzë. Megjithatë, pesha e saj ishte e dukshme. Jo, u përgjigj Lirioni qetë, nuk e kam parë askund. Studenti pohoi me kokë, por dyshimi nuk u shtuk nga sytë e tij. Profesori Iliri vazhdoi leksionet sikur asgjë të mos kishte ndodhur. Toni I tij mbeti I njëjtë, I përmbajtur. Megjithatë, kishte një distancë të re në mënyrën si e drejtohej Lirionit. Kur e përmende, shmangte kontaktin e drejt për drejt me sy. Kur fliste për problemin sfidues, e përshkruante si shembull pse verifikimi është I domosdoshëm. Ditët u bën më të ftohta. Mbrëmjet binin herët, duke mbuluar kampusin me hije blu. Lirioni ecte vetëm pas darke, me duart në xhepat e palltos, duke kaluar pranë dritareve të ndriçuara të konvikteve, ku studentët diskutonin planet për pushime. Nga mensa vinte aroma e mishit të pjekur për përgatitjet e festës. Nuk ndjente ende zemërim. Ajo që ndjente ishte një presion I vazhdueshëm, që shtrëngohej pak nga pak. Data e dëgjimit nënkuptonte se shumë pedagog nuk do t'i ishin në kampus. Përfaqësuesit studentor do të mungonin. Procesi do të zhvillohej në heshtje, pa dëshmitar. Një mbrëmje telefonoi nënën. Ajo u përgjigj nga kuzhina si gjakurisht, me zhurmën e ujit që rridhte në sfond. Ai ja shpjegoi emailin me kujdes, pa e dramatizuar situatën. Kur përmendi emrin Iliri, në linjë ra heshtje. Një heshtje e gjatë. Iliri, përsëriti ajo. Po. Zhurma e ujit ndaloi. Për disa sekonda, asnjëri nuk foli. Ai dëgjoi frymëmarrjen e saj të lehtë. Çfarë tha saktësisht? Pyeti në fund. Dyshonte zgjidhja e tij, mendonte se nuk është e besueshme. Një tjetër heshtje. Lirioni I imagjinoi pranë lavanisit, me duart mbi banak, duke parë murin e kuzhinës. Kishte dëgjuar atë lloj heshtje edhe jashtë para se, kur përmendet universiteti I babait. Nuk ke bërë asgjë gabim? Pyeti ajo qetë. Jo, e di, tha ajo, më shumë për vete. Ai priti një fjalë qetësuese, por ajo nuk erdhi menjëherë. Zëri I saj u bë më I butë, por më vendosur. Eja në shtëpi për disa ditë, tha ajo, para seancës. Është vetëm një procedurë, u përgjigj Lirioni. Eja në shtëpi, përsëriti ajo. Duhet të flasim. Linja mbeti e hapur për disa sekonda para se të mbyllej. Lirioni uli telefonin dhe qëndroi pranë dritares së dhomës së konviktit. Përballë, dritat ndiznin njëra pas tjetrës. Nga poshtë u dëgjua një shpërthim I shkurtër të qeshurash. Për herë të parë që nga mbërritja në Amerikë, ndjeu I peshën e diçkaje më të madhe se një provë në klasë. Akuza nuk kishte të bënte vetëm me një ekuacion, kishte të bënte me autoritetin, dhe po e rrethonte ngadalë. Ai hodhi sërish sytë te data e dëgjimit në ekranin e telefonit. Pastaj nisi të kërkonte bileta autobusi për në shtëpi. Autobusi mbërriti në Elbasan në pasditën e vonë, në një qiell të rënduar nga shiu I vjeshtës. Uji rrithte mbi xhamat ndërsa mjeti ndaloi pranë terminalit vogël afër rrugës kryesore. Lirioni zbriti me një çantë shpine në krah, duke ndjerë erën e lagësh të betonit dhe naftës që I kujtonte menjëherë qytetin. Elbasani dukej më I vogël se në kujtesën e tij, më I heshtur, sikur kohat kishte ecur më ngadalë. Mirela po e priste pranë hyrjes, me pallton e mbyllur deri në gryk. Nuk bëri me dorë, thjesht u afrua dhe e përqafoi për disa sekonda më gjatë se zakonisht. Gjatë rrugës për në shtëpi nuk folën shumë. Shiu binte rregullisht mbi çadrat dhe mblidhej në anët e trotuareve. Apartamenti duke I pandrysuar. Divani kishte të njëjtën mbulesë, pllakat e kuzhinës pasqyronin dritën e zbehtë mbi sobë. Një tenxhere me fasule zjente ngadalë dhe buka e freskët ishte vendosur mbi një pjatë pranë lavamanit. Aroma ishte e njohur, e qëndrueshme, si një mburoj heshtur. U ule në tryezën e vogël për I druri pasi hëngrën. Televizori ishte I fikur. Dëgjohen vetëm tik-taku I orës në mur dhe zhurma e shiut në derën e balkonit. Mirela u ngrit pa thënë asgjë dhe u kthye nga dhoma e gjumit me kutinë mbështjell me plastik që Lirioni kishte gjetur vite më parë. Këtë herë e vendosi përpara tij. Duhej dhe ta kisha treguar gjithçka më herët, tha ajo. Zëri I saj ishte I qetë, por duart I dridheshin lehtë ndërsa hapi kapakun. Brenda kishte dosje dhe zarfe të ruajtura me kujdes. Ajo nxori dokumentin e parë dhe e shtyu drejt tij. Ishte një letër zyrtare nga Universiteti në Shtetet e Bashkuara,
me datë 25 vite më parë. Teksti ishte formal dhe i ftoftë. Njoftonte për ndërprerjen e regjistrimit të Besnik Kodrës në programin e doktoraturës për shkak të shkeljeve të konfirmuara akademike. Në fund të faqes ishte firma, Ardian Iliri. Lirioni e lexoi emrin 2 herë, megjithse e njihte tashmë. Mirela vendosi pranë tij një dokument tjetër. Ishte ankesa zyrtare e Besnikut, me shkrimin e tij të qartë, ku përshkruante se si udhëheqësi i tij shkencor kishte përvetësuar kërkimin dhe kishte botuar në emrin e vet. Ankesa përmendte data, takime dhe struktura të sakta matematikore. Ai besonte se do ta shqyrtonin me drejtësi, tha Mirela me zë të ulët. I besoi procesit. U ndal për një çast. E hodhën poshtë brenda pak javësh. Lirioni mbajti syt mbi faqen. Gjuha e përdorur nga ati ishte e përmbajtur, e saktë, pa emocione të tepërta. Kishte dinjitet. Kur u kthye në shtëpi, vazhdoi ajo, nuk fliste shumë. U ul në këtë tryezë natën dhe shikonte shënimet e tij. Thoshte se numrat ishin ende të ndershëm, por njerëzit jo. Shiu jashtë u bë më i fortë. Gjoksi i Lirionit u rëndua. Ai nuk ngriti zërin kurrë, nuk fajsoi askënd me fjalë, por diçka brenda tij ishte e thyer. Kaloi një heshtje e gjatë para se ajo të fliste sërish. Ti ishe 6 vjeç, tha ajo. Një mbrëmje doli pas darke, kishte lënë një shënim të shkurtër. Zëri i saj u drodh, e gjetën të nesërmen pranë herkurudhës së vjetër. Ora në mur vazhdoi të tik-takonte. Lirioni qëndroi pa lëvizur, fjalët u vendosën ngadalë brenda tij, duke marrë formë. Mirela nxori një zarf tjetër nga kutia. E la për ty, tha ajo. Nuk mund ta japja më herët. Ai e hapi me kujdes. Brenda kishte një letër me shkrimin e babait. Nuk fliste për dëshpërim, fliste për pendes që po largonte, për dashurinë ndaj djalit të tij dhe për bindjen se e vërteta del në dritë. Në fund një fjali ishte shkruar më fort se të tjerat. Mos u zhduk si unë, lufto. Lirioni e mbajti letrën në duar, duke u përpjekur të mbante qetësinë. Dhimbja që kishte qenë gjithmonë në sfond, tashmë kishte një formë të qartë. Nuk ishte më një mungesë e paqartë, ishte një padrejtësi me emër dhe firmë. Mirela e vështroi me kujdes. Nuk je të detyruar të qëndrosh aty. Mund të transferohesh, të fillosh diku tjetër. Ai e palosi letrën me kujdes dhe e vendosi sërish në zarf. Shikoi përreth kuzhinën, tryezën e vjetër, avullin mbi lavamanin, shiun që rrithte mbi xham. Jo, tha më në fund. Zëri ishte i qetë. Nuk do të largohem. Vendimi nuk kishte dram, kishte bindje. Jashtë, shiu vazhdonte të binte. Brenda, e vërteta që kishte qëndruar e varrosur për vite, kishte dalë më në fund në dritë. Lirioni u kthyre në Shtetet e Bashkuara me kutinë e vendosur me kujdes mes rrobave në valixhe. Fluturimi u duk më i gjatë se zakonisht. Nuk pa filma dhe nuk fjeti. Në mendje i rishfaqeshin datat, renditja e fletoreve, mënyra si prova ishte ndërtuar hap pas hapi nga babai i tij. Kur mbërriti në dhomën e konviktit, ndërsa shokët e dhomës flisnin për planet e pushimeve, ai vendosi fletoret mbi tavolinë. Secila kishte datë në cep. I radhiti sipas kohës, nga draftet e para deri te forma përfundimtare e provës. Fotografonte çdo faqe dhe i ruante kopjet në kompjuter dhe në një disk të jashtëm. Shkrimi ishte i njëjtë në të gjitha, boja pak më e zbehur në fletoret e fundit. Shënimet në margjina tregonin korrigjime dhe përpunim të mendimit, jo një punë të improvizuar. Më pas kërkoi artikullin e botuar nga profesori Iliri. Arkivi i revistës u gjet shpejt. Artikulli ishte publikuar një vit pas draftit përfundimtar të babait. Lirioni nëmdosi kopjen e shtypur pranë fletoreve. Krahasoi strukturën, zëvendësimet, formulimin e shpjegimeve. Ngjashmëritë nuk ishin të përgjithshme, ishin të sakta në pika ku rastësia ishte e pamundur. Hapi një dokument të ri dhe listoi datat, draftet, referencat e takimeve të përmendura në ankesën e babait dhe kohën e publikimit zyrtar. Gjuha e tij ishte e ftohtë, e qartë, pa komente emocionale, fakte të rreshtuara me kujdes. Hapi tjetër kërkonte ndihmë jashtë universitetit. Ai i shkroi doktor Flutura Shehit, matematikane shqiptare që punonte në Itali dhe ishte e njohur për seriozitetin në kërkim shkencor. U prezantua me formalitet, bashkëngjiti disa faqe të skenuara dhe shpjegoi akuzën që po përballej. Nuk kërkoi mëshirë, kërkoi vlerësim akademik. Përgjigjja erdhi pas 2 ditësh. Mesazhi i saj ishte i qartë. Ajo kishte shqyrtuar materialin. Draftet i paraprinin publikimit të Ilirit me një vit. Zhvillimi logjik në fletore tregonte autorsi origjinale. Ngjashmëritë ishin të rëndësishme në strukturë. Nuk do të ndërhyej emocionalisht, shkroi ajo, por mund të mbledh kolegë të pavarur për të vlerësuar si materialin historik, ashtu edhe aftësinë tënde aktuale.
Brenda një jave, u formua një panel i vogël. Profesori Ismet Hetemi nga Prishtina, i njohur për punën në strukturat algebrike. Profesorja Azemine Redenica nga Bologna, e respektuar për standardet e larta në vlerësim. Profesori Fatmir Zeneli, akademik shqiptar në Vjenë, i cili kishte studiuar në Shtetet e Bashkuara në të njëjtën periudhë me Besnik Kodrën. Ata propozuan një seancë vlerësimi të pavarur të zhvilluar online. Lirioni pranoi menjëherë. Në mëngjesin e provimit, pastroi tavolinën, la vetëm fet të bardha, një stilolaps dhe një gotë ujë. Në ekran u shfaqën profesorët, secili në dritaren e vet. Pyetjet ishin të nivelit të lartë, të strukturuara për të kuptuar të thellë, jo kujtesën. Për 3 orë ai punoi me qetësi. Problemet kalonin nga algebra abstrakte në teori analitike të numrave. Disa kërkonin ndërtimin e provave nga zero, të tjera kërkonin zbulimin e simetrive të fshehta në shprehi të ndërlikuara. Ndjeu peshën e vëzhgimit, por edhe sigurinë brendshme. Kjo ishte fusha ku ndihej sakt. Kjo ishte gjuha që kishte mësuar shumë kohë para se të hynte në klasën e Ilirit. Kur koha përfundoi, ai skenua dhe dërgoi punën. Paneli kërkoi një pushim të shkurtër. Lirioni priti vetëm para ekranit të errët. Shpresa ishte rikthyer, por e brisht. Nëse ata do të vlerësonin se nuk kishte aftësi të pavarura, dokumentet historik do të dobësoheshin. Pas 20 minutash u rikthyen. Profesori Hetemi foli i pari. Ai vlerësoi thellësinë e arsyetimit dhe origjinalitetin në disa zgjidhje. Profesorja Redenica konfirmoi se atsjesja e tij tregonte pjekuri të vërtet matematikore. Më pas foli profesori Zeneli. Ai dukej më i moshuar se sa në fotografitë zyrtare. Zëri i tij ishte i matur. Kam studiuar në të njëjtin departament në fund të viteve 90. Atëherë kishte zëra për një konflikt doktorate. Nuk pyeta, nuk hetova. Unë dal për një moment. Tani, duke parë këto materiale dhe performancën tënde, besoj se ankesa e babait tënd ka qenë e besueshme. Fjalët ishin të thjeshta. E kam konsideruar gjithmonë gabim që nuk kam... Kampusi duke i zbrazët mëngjesin e seancës. Shumica e studentëve ishin larguar për festën e falënderimeve dhe lëvizja e zakonshme në probore mungonte. Gjethet e rëna ishin mbledhur anash shtigjeve, të shtypura nga ngrica e natës. Ndërtesa e matematikës qëndronte e heshtur, me dritaret që pasqyronin një qiell të zbehtë dhe pa ngjyrë. Lirioni eci vetëm nga konvikti drejt ndërtesës së administratës, me kutinë e dokumenteve të vendosur me kujdes në çantën e shpinës. Ajri i ftoftë i pickonte duart. Më shumë se temperaturën, ai ndjente boshllëkun përreth. Nuk kishte grupe studentësh që bisedonin. Nuk dëgjohej e qeshura nga dritaret e hapura, vetëm zhurma e hapave të tij mbi trotuar. Salla e dëgjimit ndodhej në katin e dytë, në fund të një korridori me portrete të ish pedagogëve në mure. Brenda, hapësira ishte e rregulluar me kujdes për neutralitet. Një tavolinë gjatë përballë një paneli me 3 anëtar të komisionit. Një regjistrues digjital në mes. Ora në mur shënonte kohën me një tik-tak të qartë. Profesori Ardian Iliri ishte ulur në anën e majtë. Kostumi i tij i errët dhe këmisha e bardhë e hekurosur i jepnin pamjen e zakonshme të përmbajtur. Qëndrimi i tij ishte i drejtë, duart të bashkuara mbi tavolinë. I bëri një pohim të lehtë me kokë Lirionit kur hyri, pa asnjë shenjë tensioni në fytyrë. Kryetari i komisionit hapi seancën me gjuhë formale, duke sqaruar procedurën dhe qëllimin e mbledhjes, vlerësimin e akuzës për shkeljet e integritetit akademik në lidhje me problemin sfidues të paraqitur në klasë. Lirioni eci vetëm nga konvikti drejt ndërtesës e administratës, me kutinë e dokumenteve të vendosur me kujdes në çantën e shpinës. Ajri i ftohtë i pickonte duart. Më shumë se temperaturën, ai ndjente boshllëkun përreth. Nuk kishte grupe studentësh që bisedonin. Nuk dëgjohej e qeshura nga dritaret e hapura, vetëm zhurma e hapave të tij mbi trotuar. Salla e dëgjimit ndodhej në katin e dytë, në fund të një korridori me portrete të ish pedagogëve në mure. Brenda, hapësira ishte e rregulluar me kujdes për neutralitet. Një tavolinë gjatë përballë një paneli me 3 anëtar të komisionit. Një regjistrues digjital në mes. Ora në mur shënonte kohën me një tik-tak të qartë. Profesori Ardian Iliri ishte ulur në anën e majtë. Kostumi i tij i errët dhe këmisha e bardhë e hekurosur i jepnin pamjen e zakonshme të përmbajtur. Qëndrimi i tij ishte i drejtë, duart të bashkuara mbi tavolinë. I bëri një pohim të lehtë me kokë Lirionit kur hyri, pa asnjë shenjë tensioni në fytyrë. Kryetari i komisionit hapi seancën me gjuhë formale, duke sqaruar procedurën dhe qëllimin e mbledhjes,
vlerësimin e akuzës për shkelje të integritetit akademik në lidhje me problemin sfidues të paraqitur në klasë. Lirioni foli i pari. Zëri i tij ishte i qetë dhe profesional. Ai theksoi rëndësinë e standardeve institucionale dhe përgjegjësinë e pedagogëve për t'i mbrojtur ato. Zgjidhjen e Lirionit e përshkruaj si tepër të avancuar krahasuar me performancën e tij të mëparshme. Nuk përdori fjalë të drejtë për drejta akuzuese, e paraqiti shqetësimin si një detyrë ndaj drejtësisë akademike. Kur erdhi radha e Lirionit, ai u ngrit me qetësi. Vendosi kutin mbi tavolinë dhe nxori dosjen e parë. Duart i qëndronin të palëkundura. Kjo është propozimi doktoral i babait tim, tha, i dorëzuar në vitin 1999. Shpërnau kopjet përpara komisionit. Dokumenti mbante vulat dhe kokën zyrtare të departamentit. Përshkruante strukturën e një zgjidhjeje për të njëjtin ekuacion të diskutuar në klasë. Më pas vendosi pranë tij artikullin e botuar nga Iliri. Ky është botuar në vitin 2000, vazhdoi. Metodologjitë janë strukturalisht të njëjta. Anëtarët e komisionit u përkulen mbi dokumente, duke krahasuar faqet. Lirioni paraqiti datat, krahasimet e draftit dhe progresin e provës në fletoret e babait. Shmangu gjuhë emocionale, edhe pse ndjente një shtrëngim në gjoks. Kryetari lexoi më pas deklaratat e panelit të pavarur të mbledhur nga doktor Flutura Shehi. Deklarata e profesori Ismet Hetemit konfirmonte autenticitetin kronologjik të dokumenteve dhe përputhshmërinë e shkrimit. Profesorja Azemine Redenica theksonte se vlerësimi i pavarur tregonte aftësi të avancuara matematikore të Lirionit për te i çdo memorizimi. Më pas u lexua dëshmia e betuar e profesor Fatmir Zenelit. Salla u bë edhe më e heshtur. Zeneli përshkruante kohën kur ishte qenë student në të njëjtin departament, vite më parë. Ai pranonte se kishte dëgjuar për një konflikt doktorature mes Besnik Kodrës dhe profesori Liri. Pas shqyrtimit të dokumenteve dhe performancës së Lirionit, e konsideronte të besueshme pretendimin për përvetësim kërkimi. Iliri qëndronte i palëvizshëm gjatë leximit, por një tension i lehtë u shfaq në nofullën e tij. Kur ju kërkua të përgjigjej, rregulloi zyzet dhe foli me ton të kontrolluar. Këto janë interpretime, tha. Hetimi zgjati 3 muaj. Dimri u vendos plotësisht mbi kampus ndërsa komisionet shqyrtonin emailët arkivuara, proces verbale fakulteti dhe draftet e publikimeve. Lirioni u kthye në leksione me qetësi, duke shmangur çdo koment. Askush nuk fliste hapur për hetimin, por tensioni ndihej në korridore dhe zyra. Profesori Iliri vazhdoi mësimin gjatë javëve të para, duke ruajtur rutinën me disiplinë të dukshme. Leksionet ishin të sakta, toni i kontrolluar, por diçka kishte ndryshuar. Studentët e vështronin me më shumë kujdes. Nga mesi i janarit, administrata publikoi një njoftim zyrtar ku thuhej se ishin gjetur prova të konsiderueshme për shkelje në kërkimin shkencor. U zbuluan edhe raste të tjera të vjetra, përfshirë 2 ish doktorant që pretendonin se puna e tyre ishte përfshirë në publikime të përbashkëta pa përmendjen e duhur të autorsisë. Bordi i rishikimit zgjeroi hetimin. Dokumente nga fundi i viteve 90 u nxorën nga arkivat. Korrespondenca e ruajtur tregonte mos përputhje mes procesverbaleve të takimeve dhe datave të publikimeve. Pedagogë që kishin heshtur dikur u morën në pyetje nën betim formal. Disa pranuan se kishin dyshuar për drejtësinë e përjashtimit fillestar, por kishin zgjedhur të mos ndërhynin. Raporti përfundimtar ishte i drejtë për drejtë. Titulli i përhershëm akademik i Ardian Ilirit u revokua. Autoriteti i tij administrativ u pezullua në pritje të largimit formal. Disa nga publikimet kryesore u shënuan për korrigjim. Revistat shkencore nxorën njoftime zyrtare duke sqaruar kontributet e autorsisë aty ku dokumentacioni tregonte ndryshe. Mes tyre ishte edhe artikulli i vitit 2000 që kishte ndërtuar reputacionin e hershëm të Ilirit. Versioni i korrigjuar e njihte zyrtarisht Besnik Kodrën si autorin origjinal të strukturës kryesore të provës. Deklarata e korrigjimit përmendte propozime arkivore të datuara 1 vit para publikimit të Ilirit. Ajo pranonte dështimin institucional në trajtimin e konfliktit fillestar. Lajmi arriti në Elbasan përmes një artikulli online të shpërndar në mediat shqiptare. Mirela e lexoi në tryezën e kuzhinës, në të njëjtin vend ku Besniku kishte qëndruar dikur në heshtje. Artikulli përshkruante hetimin dhe përmendte emrin e Besnik Kodrës si matematikani, puna e të cilit ishte përvetësuar padrejtësisht.
Ajo e printoi faqen dhe e vendosi me kujdes në një kornizë të thjesht druri që e kishte bler vite më parë. E vari pranë fotografisë së besnikut gjatë viteve të studimit, ku ai qëndronte para një dërrase me shkum në dorë, i përqendruar. Fqinjët që dikur kishin përshpëritur tani trokisnin ndryshe. Vinin me ëmbëlsira të përgatitura në shtëpi dhe kafe, duke ofruar urime të përmbajtura. Askush nuk përdorte fjalë të mëdha. Thjesht pohonin me kokë, sikur po pranonin një të vërtet që më në fund ishte bërë publike. Universiteti njoftoi gjithashtu krijimin e bursës Besnik Kodra, e dedikuar për student nga familje modeste që ndiqnin studimet e avancuara në matematik. Përshkrimi theksonte integritetin akademik dhe kërkimin origjinal. Kur Lirioni mori emailin zyrtar me dokumentet e korrigjimit, ishte vetëm në dhomën e konviktit. Jashtë, Bora po binte e qetë, duke mbuluar oborin me një shtres të bardhë. Dhoma ishte e zbehtë, ndriçuar vetëm nga lampa e tavolimes. Ai hapi dokumentin. Gjuha ishte formale dhe saktë, përmendte datat, gjetjet arkivore dhe citimet e rishikuara. Në fund të faqes, emri i babait të tij ishte shkruar i plot: Besnik Kodra, kontributuesi origjinal. Lirioni e lexoi ngadalë. Nuk buzëqeshi. Ndjenja nuk ishte triumf, ishte diçka më e qëndrueshme. Për vite me radhë, emri i babait të tij kishte jetuar vetëm në kujtesën e familjes, i rrethuar me heshtje dhe paqartësi. Tani ishte i regjistruar publikisht, i rikthyer në vendin që i takonte. Ai u mbështet pas karriges dhe dëgjoi zurmën e lehtë të sistemit të ngrohjes. Bora vazhdonte të binte për te dritares. Studentët kalonin me kokën e ulur nga i ftohti, pa e ditur se çfarë po ndodhte në atë dhomë të vogël. Ai hapi sërish PDF-in e artikullit të korrigjuar dhe ndali tek rreshtja e autorit. Besnik Kodra. Shkronjat kishin një peshë të re. Në Elbasan, Mirela rregulloi kornizën në mur që të varej drejt. Qëndroi për një cast duke e parë. Kuzhina ishte e ngrohtë dhe aroma e bukës së freskët mbushte ajrin. E shkuara nuk ishte zhdukur, por ishte ndryshuar formë. Në Shtetet e Bashkuara, Lirioni mbylli laptopin dhe fiku lampën. Ushtri pa ndezur dritën kryesore. Errësira nuk dukej më e rëndë. Për herë të parë që nga fëmijëria, emri i babait të tij nuk ishte më një hije. Ishte i shkruar qartë, aty ku nuk mund të fshihej më. Një vit më vonë, salla e leksioneve dukej pothuajse e njëjtë. Të njëjtat rreshta bankash, e njëjta dërrase marre përpara, të njëjta dritare të larta që linin brenda dritën e zbehtë të dimrit. Megjithatë, atmosfera kishte ndryshuar në mënyra që nuk mateshin me sy. Lirioni qëndronte pranë katedrës, duke rregulluar shënimet para se studentët të hynin. Tani ishte asistent në lëndën e teorisë së avancuar të numrave. Emri i tij ishte në programin e kursit, krahas pedagogut kryesor. Studentët hynin, përshëndesnin lehtë dhe uleshin në vendet e tyre. Ai nuk ulej më në rreshtin e fundit. Lëvizte qetësisht mes bankave, përgjigjej me durim dhe shkruante sqarime të vogla në fletoret e studentëve. Toni i tij ishte i përmbajtur, nuk kërkonte vëmendje, kujdesej për saktësinë. Gjatë një leksioni, ndërsa pedagogu shpjegonte një provë në terras, sytë e Lirionit ndaluan në rreshtin e fundit. Një student i ri ishte ulur vetëm. Kishte theks kur foli në fillim të semestrit. Nuk ngrinte dorën shpesh. Mbante shpatullat paksa të mbledhura, si dikush që përpiqet të mos bie në sy. Fletoret e tij ishin të rregullta, por shikimi shpesh i qëndronte i ulur. Lirioni e njohu me një herë atë heshtje. Pas përfundimit të orës, kur studentët nisën të largoheshin, ai u ofrua bankës së fundit. "A ke një minutë?" e pyeti. Studenti ngriti kokën i befasuar dhe pohoi me kokë. Dolën në korridor, ku drita e pasdites hynte përmes dritareve të larta. Hapësira ishte pothuajse bosh. Zgjidha ushtrimin e katërt në një mënyrë ndryshe nga ajo që u shpjegua në klasë, tha Lirioni. Nuk ishte metoda standarde. Studenti hezitoi. Nuk isha i sigurt nëse ishte e saktë. Ishte, u përgjigj Lirioni. Tregonte mendim të pavarur. I riu e shikoi me një farë mosbesimi, sikur fjalit e mira duhej të konfirmoheshin edhe një herë. "Prej nga je?" e pyeti Lirioni. "Nga Maqedonia e Veriut", tha me zë të ulët. Lirioni pohoi me kokë. "Fillimi mund të jetë i vështirë", tha. "Gjuhë e re, mjedis i ri, pritshmëri të tjera." Studenti buzëqeshi lehtë.
Lirioni nxori nga dosim një kopje të shtypur të një artikulli. Në krye të faqes ishin 2 emra. Korrigjimi ishte bërë zyrtar. Kjo mund të interesoj, tha, duke ja zgjatur. Është një punim i babait tim. U rikthye vitin e kaluar. Studenti hodhe zyt mbi faqen e parë. Kam lexuar për atë rast, tha me zë të qetë. Nuk e dija që ishit i biri. Lirioni nuk u përgjigj me njëherë. Nuk ka rëndësi kush jam unë, tha në fund. Rëndësi ka që të mos fsheh shpunën tënde. Nëse ke diçka me vlerë, zhvillohet deri në fund. Studenti e palosi me kujdes letrën dhe e vendosi në fletore. Faleminderit, tha. Pasi ai u largua, Lirioni qëndroi për pak pranë dritares, duke parë borën që binte lehtë mbi obor. Studentët kalonin në grupe të vogla, pa e ditur peshën që ajo sallë kishte mbartur dikur. Salla ku ishte tentuar për ulja, kishte kthyer në një vend mbështetje. Dërrasa ku një ekuacion ishte përdorur për të poshtëruar, tani u mbante prova të zakonshme të shpjeguara në qetësi. Kjo histori nuk kishte vetëm për matematik, kishte për fshirjen, për mënyrën se si puna e dikujt, madje edhe jeta e tij, mund të shtyhej mënjan, kur pushteti e konsideron të papërshtatshme. Kishte për një djalë në Elbasan që kthye me një reputacion të thyer dhe një heshtje që mbushi një apartament të vogël. Kishte për një nën që ruajti dokumenta në një kuti të fshehtë për vite radhasi. Kishte për një bir që zgjodhi të mos zhdukej. Ai vendim nuk kërkoi zhurmë, kërkoi këmbgulje. Lirioni u kthye në sallë dhe fshiu dërrasën me kujdes, duke përgatitur për grupin tjetër të studentive. Ju kujtua vetja në Papafingo, në moshën 13 vjeçare, duke ndjekur me gjisht ekuacionet shkruara me laps. Ju kujtua letra e palosur me kujdes. Mos u zhbuk si unë, lufto. Nuk kishte më nevojë të luftonte në të njëjtën mënyrë. Emri u rikthye, e vërteta ishte regjistruar, por kujdesi mbeteti domosdoshëm. Kur klasa e re hyri, ai mori një copë shkumsh dhe shkroi qartë rreshtin e parë të problemit të ditës. Pera se të kthehej nga studentët, një mendim i vetëm i kaloi në përmend. Numrat nuk gënjejnë. Nëse kjo histori të preku, nëse beson se e vërteta duhet mbrojtur dhe zërat nuk duhet të fshihen, mbështet kanalin me një super thanks. Mbështetja jote na ndihmon të sjellim më shumë histori të vërteta dhe domethënëse. Qëndro me ne për rrëfime të tjera që vlen të dëgjohen.